Nderuar President i Republikës Kosovës, Shkëlqësia ju, Zotri Hashim Thaçi, të nderuar deputet prezent, Teuta Haxhiu, i nderuar Hashim Selmanaj, kolegë tjerë, Zëvendës Ministër Berisha, po më shumë të nderuar shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve të martirëve të Lubeniqit, po zona parash që po i kujtojmë shoh. Nikosisht bashkëftar, Cena Liçkaj, Astet Luskaj, Softu, po dhe gjithë të tjerë, se ka qenë numër i madh i ju. E vërtetë është se Lubeniqi është prej plavëve të para, pra prej plavëve të para që ka bërë regjimi Ahmet Miloševićit mbi shqiptar, qysh në maj 98, pra janë ekzekutuar qysh e di barbarisht 9 qytetarë të Lubeniqit, atëherë ka qenë ende fillimi i luftës, edhe ka qenë vrasje pra e njerëzve në shtëpitë e vetë, në vendin e vetë, vetëm për faktin se edhe ata besonin liri, besonin bitë e tyre të lirisë, edhe ishin trashtuar me liri. Nikosisht në një prill pra 1999, pastaj edhe një herë dora vrasje e Serbisë, ra mbi civil, mbi të pafajshmit, edhe aty u vrani numër i madh i civilëve për 54 Lubeniq u vrana ditë. Kjo është një kronologji që vazhdon edhe që përcjellet pastaj edhe në fshatat përreth, në banimet përreth, edhe kësaj kur i shtojmë atë pagjeturit që janë edhe nga Rashi, që janë nga Kuçani, po edhe nga Lubeniqi, pra del që në numër i madh i qytetarëve për një vend banim kaq vogël, sa ishte Lubeniqi, pra u fliun për liri. Lubeniqi është vend banim i vogël për 4 ditë, edhe janë liridashës, edhe çdo herë kanë qenë ata rreshtuar për lirinë e vendit. Mirë po, lufta pra i goditi maksimal, përpos martirëve pra të ata që pushojnë që në tokën e Kosovës, në tokën e Lubeniqit të kunderojnë për çdo vit, e në këtë përvjetari nderojnë me këtë akademi pra në kryeqytetin tonë, përpos martirëve plavë patjetër vazhdon me jetu me familjet e me dashurit e tyre. E tha presidenti me drejt, jemi pra në periudhën kur çdo ditë kujtojmë martirë, kur çdo ditë kujtojmë qytetarë për fajshën trauma për liri, si në Shqic, si në Krushe, si në Lubeniq, shpejtëtet meje, studime, po nga dhe që shkojmë edhe plot të këtij. Është procedi, pra është procedi që edhe bashkia ndërkombëtare i kanë mbyllur syt para gjithë atyre masakrave, krimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Unë çdo ditë marr letra nga familjarë, në këtë rast marr letra nga familjarë të martirëve të Kalanit, të martirëve të Klinës, që kërkojnë drejtësi, edhe për ta civilë tonë, dhe për ta dashur tonë, për ta njerëz të pafajshëm. Mënyra më e mirë, pra, me vendos të drejtën tonë, është çdo herë ne mos me harru se nga kemi ardhur, mos me harru se për lirin që në kësan sot populli ynë, pra kemi rane për kaq shumë dhimbje, për kaq shumë plagë, disa për këtyre plagëve janë ende të hapura, dhe të njëjtën kohë të punojnë, të forcojnë vendin tonë, të forcojnë pra atë vend e të gjithëve që i kanë ra për lirin e tij. Unë çdo herë në prezencë atje me ju, në Lubeniq, kur kam qenë me ju kam pasur ju të fortë. Shumicën e ju njohim, ju kemi familje, ju kemi tafër, bashkëfamiljarët ju punojnë me mu, edhe dhemjen e ju e kemi tafër. Po ju siguraj po ashtu që sado që deri sot ka ndodhur, e dim që jemi borç ndaj Lubeniqit, e dim që jemi borç ndaj të gjithë familjeve, fatë martirëve e të pagjeturve, edhe e dim që ju prisni nga ne shumë ma shumë, pra edhe për ju, edhe për fëmijët që rriten sot në liri, por po ashtu edhe për drejtën tonë që kanë. Nuk do të ndalemi pra me kërku drejtësia, drejtën tonë, me vendos si i takon pra popullit tonë, si i takon gjithë që janë kriju për liri. Kemi ra dakord si institucionet e vendit që me avancu pra statusin ligjor të familjeve të pagjeturve, pra të familjeve të martirëve, në mënyrë që edhe kjo kategori e lirisë, edhe kjo kategori e lirisë ta ketë trajtimin e dinjitetshëm, edhe jemi në proces edhe të jetë veprimet e para që vinë, pra që ta shihni vetë që do të ndodhë. Kemi mrimi u përgjigj në mënyrë korrekte kategorive të lirisë në tanësi, por ende kemi punë me bo dhe ju sigurojmë që nuk do të nalem derisa të rregullojmë në drejtjes me statusin ligjor
të familjes së të pagjetur, por edhe familjes së martirëve. Lavdi tranëve në Libanisht, lavdi gjithë tranëve për liri, faleminderit. Nuk po më njihni. Por si duket nuk po ju kujtohet. Unë jem ai që dikur me quar luftëtar, dërsa tani me të rrisnin dëshmor. Mos me harroni, jam biri juaj, jam vëllai juaj. Si që po e shihni kam shumë të lagë, por dhimbje nuk ndjej. Kalova një rrugë të gjatë, erdha nga bota për te i barit. Pikrisht këtu sot tek ju më dërgoi komandanti legjendar Adem Jashari, më dërguan dëshmorët dhe martirët e Libenicit, më dërguan të gjithë të rëndë për liri. Erdha t'ju arroj fitore, t'ju arroj liri. Kur ju shojmë të bashkuar në ndihemi shumë mirë, mbi plagët tonë rritën ulkuqet e shpresës, hapen horizontet për nipin e mbesën, e grehinja të dheutin gjanë shtjelës. Kur të rasin orët e malit, të rënë, e të gjallë të gjithë me uzgjue, një flamur të duam ne, një shqipnike mbi këtë dhe. Një të rëtë gjatë o lullit të reja. Pa vdeksi ju për të mbeteja, se erve që tane kanë tradit, më na hedhën nga pritën prit. Ska që bënë moti as të hija, shqip kur të rasin, roft shqipnia. Ju kanë rejtë se unë jam pra. Unë jam apiltrashi dhe benda ime thur shqipnin etnike. Unë jam Gjergj Kastrioti dhe shpata ime qanë Evropën. Unë jam Adem Jashari dhe pushka ime që liron dhe botën. Jo, s'ka vdekje për shqiptar. Isha pushk, këndi jam sot, dhe këshu të rëj për matë. Kur nëna me bret në derë, thuani djallit të bë për vedë. Kur motra me bret me malë, thuani u bërë në kitarë. E kur vëllahu shvesh mërzitet, thuani malim me të nxitet. E kur djalli pyet ku mbeta, thuani e qenë të Azerbejta. Leshë dhe gruan të fort arborore tokë, e qjellë të mi thonë dëshmore, se asaj pjeshtë një lëshova me lirin kur u martova. Jeho lartë o këngë shqiptare, roft e kjoft për jetë e motë, ushtria jonë shqilimtare. Të moshave të ndryshme, ku njëri ndër ta jam dhe unë. Është e vështirë të imagjinohen ëndrat e një jetimi, është e vështirë të imagjinohen se si një jetim do të krijoj jetën, ku i mungon krahu më i fortë i tij, që është babai. Ato që mësuan që edhe ne të kemi ëndra për t'jetuar në vendin tonë, ishin nënat tona. Ishin ato nëna që ballafaqohen sfidat që jeta ju sfidoi. Na mësuan që mos vajtojmë, mos ulim kokën, por të vazhdojmë përpara, duke qenë krenar për prindrit tonë, të cilët janë gur themeli i shtetit tonë, që dashuria dhe përkushtimi për atë dhënë janë amaneti i tyre për ne. Këto 20 vite nuk ishin as pak të lehta për nënat dhe gratë të cilët mbetën pa burra. Ishin vite me shumë sfida në aspektin ekonomik, edukativ dhe emocional. Duke filluar nga mungesa e një varri për të qarë për më të dashurit tonë, e deri tek pyetjet që parashtronin fëmijët për prindërit e tyre. Gjithë kjo e shoqëruar me dhembjen e shkaktuar vazhdimisht me kthimin e eshtrave cop nga Serbia. Pas 20 viteve, dhimbja në fshatin tim është rënduar akoma më shumë, me kthimin e një pjesë të eshtrave,
pjesë të eshrave copë, të 10 anëtarëve të fshatit tonë, të cilat kohë më parë ishin varrosur. Do të thotë dhimbje e shpaluar për ne të gjithë.